Kush jeni ju që prekni simbolet tona kombëtare? E duam familjen se aty lindjet dhe dashuria, e duam familjen që këta 77 horrat parlamentit shqiptar e morën dhe bën lec, por ta janë askushi për me prek familjen shqiptare. E keni parë dëshmin tronditse të një djali që quhet Ersil, por me ndihmën e këtyre, me hormonet e këtyre, me parat e këtyre, u bë Luana pastaj. Ishte denoncimi më tronditës, unë nuk e di ku është prokuroria dhe duhet hetohet. Këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me një ligj, motra dhe vëllezër. Këtu kemi të bëjmë me një agent pastër për shpopullimin e Shqipërisë, kemi të bëjmë me një agent për të na rrëmbyer fëmijët dhe kjo nuk vjen rastisht. Prandaj unë jam këtu sot për t'i bërë një pyetje kryeministrit. Sa aspra ja shitet shpirtin djallit? Sa aspra ja shitet shpirtin Sorosit? Sepse ai, pa dashur ta justifikoj, ai e ka detyruar që t'i shërbej deri në fund agjendës për ta votuar këtë ligj. Do ju ftoja të bëjmë një gest vogël, ta ktheni kokën nga ana tjetër. Shikojmë pak muzeun kombëtar, se çfarë kanë bërë muzeut kombëtar. A është kjo pjesë e agjendës? Shikojeni atë zonjën që i hoqën flokët dhe e kanë kthyer në qeros zonjën. Ka ndodhur dje ky instalacioni. Çfarë është ky provokim?